njëshin. Po diskutojmë pak për më të rejat e fundit sa i përket showbizit vendor, po edhe ati ndërkombëtar sepse ka qu shumë plur në për media kjo pjesa se kush kë provokoi, kush cilina koncerte refuzoi, çka mund të na ndash? Atëherë do ta nis nga Dua Lipa, nga ylli jon global, sigurisht ka qenë një lajm i cili ka ardhur nga tabloide britanike, ku kanë thënë që Dua Lipa si është bërë një ofertë për të qenë pjesë të festivalit Exit në Serbi, në Novi Sad. Sigurisht që nuk ka qenë një informacion zyrtar as nga festivali, por as edhe nga vetë Dua, por sidoqoftë ka qenë një lajm i cili ka ardhur edhe tek ne dhe le të themi është komentuar edhe në Serbi, pasi është përfolur kur Dua si është ofruar një shifër 10 milion euro për të qenë pjesë e festivalit, i cili nga ana tjetër më duhet ta them që ka marrë shumë kritika dhe me sa duket do të jetë i fundit për këtë edicion, pasi ka një lloj mbështetje për studentët dhe me sa duket Vučić nuk i pëlqen asgjë që mbështet studentët dhe do ta shkrijë këtë festival. Po nga ana tjetër Dua sigurisht do ta kemi aty në Prishtinë në datën 1, 2 dhe 3 gusht me festivalin e saj Sunny Hill. E kuptoj. Redian megjithatë marr parasysh, ndonë se nuk është e konfirmuar, kjo sa i përket koncertit dhe refuzimit të Dua Lipës për të performuar në festivalin Exit në Serbi, i cili mbahet atje, që është njëri prej festivaleve i cili prodhon goxha zhurmë, sidomos në Ballkan. Marr parasysh raportin e Dua Lipës me Kosovën gjasat janë reale që të jetë vërtet ky lajm, apo jo? Pa diskutim kush nuk do ta donte një yll global si Dua, por duhet të themi që Dua është ambasadore e Kosovës. Ajo ka treguar gjithmonë që është një përkrahase dhe një diplomate shumë e mirë ku vjen çështja e këtyre situatave dhe nga ana tjetër ajo shpeshherë në mediat serbe është cilësuar edhe si një lloj përçarse, pasi më lër të kujtoj në vitin 2020, një postim i saj me Shqipërinë e madhe, me Shqipërinë etnike, u kritikua shumë në Serbi, por Dua Lipa, siç thon, qend let lejn karvani ecën përpara, ajo e ka treguar gjithmonë që është një përkrahase dhe një mbështetëse e vendit të saj. Mirë shumë, sa i përket Dua Lipës e sqaruam deri diku. Gjesti thuhet se ka provokuar në thonjza, themi kështu, Eglin me diçka, për çka bëhet fjalë? Padyshim që gjesti për mua, por edhe për gjithë, është e kuptueshme që është personazhi më viral dhe që ka ende interes të madh nga publiku për të mësuar se çfarë bën në lidhje me Eglin apo në raport edhe me këngët e reja. Ai është në vendlindjen e tij në Pavlan, ku në një video që ka postuar në Insta Stories bashku me qenin e tij ka thënë se kush e ka hitin e verës dhe sigurisht është shprehur që unë Veshu Ndrequ ka arritur një rekord për gati afro një muaj, po kap shifrën e 8 milion shikimeve. Sigurisht që ky është një sukses